Emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës ishin me të edhe deputetët Vjosa Osmani dhe Lutfi Aziri, ndërkaq në anën tonë, sikurse herën e kaluar, ishin Arbria Nagafsi, e cila përndryshe udhëheq edhe me grupin tonë parlamentar, përveç se është anëtare e kryesisë dhe kryesuese e Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, dhe Kur'an Murati, i cili është anëtar i kryesisë së Lëvizjes Vendosje, përveç se Ministrën e detyrë i financave në qeverinë e Republikës Kosovës. Diskutimi ishte i hapur, i sinqert, serioz. Do të vazhdojnë bisedimet, për shkak se është rritur mirëbesimi dhe është hera e parë që kemi diskutuar me dhe për emra të përveçëm. Pra atyre kritereve dhe parimeve udhëzuese për të cilat jemi dakorduar herën e kaluar, lidhur me vlerat, meritat dhe kontributin kombëtar, shtetëror, profesional, qytetar, të personaliteteve, figurave të ndryshme të shoqërisë të vendit ton, ua kemi bashkangjitur edhe emrat konkret të cilët i kemi diskutuar, dhe kjo është një hap i rëndësishëm përpara. Tash negocimi është shumë i vështirë, sepse duhet të diskutohet hollësisht e gjerësisht. Shumësia e emrave që trajtohen shtohet atëherë kur njërit prej bashkëbiseduesve në radhën kur ka fjalën sjell emër të ri dhe argumenton për filan personi, e më pastaj duhet të dëgjojë të tjerë se çfarë mendojnë për atë person, por lista e atyre emrave zvoglohet atëherë kur është e qartë se nuk do të mund të ketë dakordim për ndonjë emër të përveçëm. Ne do të jemi, siç e kemi thënë edhe në të kaluarën, plotësisht transparent për këtë proces të negociatave me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mirë po në anën tjetër duhet të ruajmë, duhet të mbrojmë konfidencialitetin e bisedimeve të brendshme. Nuk janë emra të cilët ne i kemi pyetur paraprakisht se a do të pranonin apo se dëshironin që të jenë president ose presidente të Republikës, sepse paraprakisht duhet të dakordohemi ne ndërmjet vete. Andaj në këtë fazë edhe nuk mund të flasim konkretisht për emrat e përveçëm, të cilët në fakt për herë të parë sot jemi duke i trajtuar konkretisht si emra të posaçëm për president apo presidente të mundshme. E falenderoj kryetarin e LDK-s, Lymra Abdixhikun, dhe bashkëpunëtorët e tij, anëtarët e kryesisë, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmanin dhe Lutfi Azirin, për seriozitetin, sinqeritetin, për dashamirësinë e treguar në këto negociata, më duhet të them, mjaft të vështira. Ministër, sa do të zgjasin këto negociata maratonike me Sudet dhe Lutfi Abdixhikut? A jeni drejt një përfundimi për të nga ndërshje për çështjen e presidentit, apo do të keni një kohë të pacaktuar? Nuk do t'i kisha quajtur negociata maratonike. Natyrisht që nuk janë as distanca të shkurtra apo sprint nëse flasim me gjuhën atletikës, por nuk janë as maratonike dhe nuk besoj që do të jenë maratonike, sepse nuk është çështje muajsh kur ne duhet të merremi vesh, është çështje javësh e do të dëshironim që të ishte çështje ditësh. Por komunikimi nuk ndërpritet, takimet do të vazhdojnë dhe jemi në një fazë të re kur po e ritheksoj, negociojmë për dhe me emra konkret e të përveçëm që nuk mund të bëhen publik derisa të mos ketë dakordim të plot për ta e me ta. Urdhën.
Më vjen keq që në këtë fazë unë nuk mund të jap informacion konkret për këta emra, qoftë për numrin e tyre apo për karakteristikat e tyre, por ajo që është rëndësishme është se të gjitha propozimet, të cilët janë sjellur në tryezën e diskutimit sot, kanë qenë në përputhje me ato çfarë jemi dakorduar sa i përket kritereve, standardeve, parimeve, të vlerave, meritave dhe kontributeve të këtyre personaliteteve. Pra, të gjithë janë personalitetet të mira, ka dhe shumë të mira, por neve na duhet të zgjedhim atë që është i e shkëlqyeshme. Zoti Kurte, se fundi është përfolur për vazhdimin e mandatit të zotit Faqin e saj kthehet nga Haga. Në afishën për shumë me kjo dhe me ty, a edhe që me zotin Faqin dhe ato me Haga. Falë, nuk e kuptova një herë se. A je me? Në afishën për shumë për që me ty, a edhe që me shqiptarët e Haga. Lufta çlirimtare e popullit Kosovës, bartëse dhe organizatore se cilës ishte ushtria shqiptare e Kosovës, është luftë drejtë, çlirimtare, antikolonialiste, kundër okupatorit shekullor serb dhe nuk ka proces gjyqësor as në vend as jashti që mund ta njollos UÇK-n. Ne shpresojmë më të mirën dhe dëshirojmë që të na kthehen në Kosovë të lirë, besojmë në pafajësinë e tyre dhe kjo është kryesorja. Në anën tjetër, procesi negociatave me Lidhjen Demokratike të Kosovës për kandidatin për president ose presidente është një proces i ndarë, është proces politik dhe jo i drejtësisë. Minister, deri kur do të zgjasin këto rrjedhimisht pyetja është për shkak që partitë e tjera si PDK dhe Alianca thonë që do të konstituohen kuvend. Ju presin juve tash sot ditë brenda sallës për të thirrur seancën, kryesuesi i saj Amni Dehari dhe ju thoni që po presni derisa të arrihet fakti një marrëveshje për president konsensual. Sa është kjo pritja që të bëhet kuvendi peng? Ne nuk jemi duke pritur, jemi duke punuar ditë-natë që të arrijmë të një marrëveshje politike. Ju e dini që numrat janë për ta konstituuar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë edhe brenda ditës. Mirë po, krejt kjo është e kotë nëse nuk kemi emër për president konsensual, kushtetues, i cili do të zgjidhej nga kuvendi. Ne këtë e pomë. Unë u zgjodha kryeministër, pasi që e formuam, e konstituam legjislaturën e 10 në kuvend të Republikës, mirë po i patëm zgjedhjet e 7 qershorit pas 28 dhjetorit. Unë nuk besoj që ka dikush i cili nxitohet për ta përsëritur atë çfarë ka ndodhur me 7 qershor edhe në një muaj të vjeshtës së dimrit. Prandaj po bëjmë më të mirën e mundshme sa më shpejt që mundemi, ndërkaq seancën konstituive, siç e dini, e thret deputeti më i moshuar në këtë rast, Avni Dehari, i cili ka dhënë edhe ai arsyet dhe argumente veta pse s'po e bën një gjë të tillë. Ju e dini që pati incidentin në kuvend, tash duhet ta dim apo duam konstituim të kuvendit që të mos kemi zgjedhje dhe të kemi stabilitet institucional, apo po duam konstituim kuvendit që të kemi incidente dhe të kemi zgjedhje. Unë nuk kam se çfarë diskutoj në këtë aspekt, me qenë se seancët i thret kryesuesi aktual, i përkohshëm gjithsesi, deputeti më i moshuar, i cili, siç e thash më herët, tash më ka dhënë shpjegimet për veprimet e tij. Po, kryeministër, ju e përmendën që marrëveshja mund të arritë brenda disa javë, po tha që shpreson se brenda disa ditësh. Por nuk mendoni që do të marrë punë. Dhe ndërkohë, sot janë bërë 19 ditë, praktikisht sa të pranuar po në të çështje javës, dhe të shkojnë komandit po 60 ditë për të zgjedhur presidentin. Po jenë brenda kësaj periudhe që edhe për të zgjedhur presidentin, edhe me respektu pa mos me udhëruar në shkilin kushtetues, edhe në shmangëzim. Se s'po ndodh kjo?
Ashtu qysh nuk mund të bëj kryesuesin e seancës konstituive, nuk mund të bëj as kryesuesin apo antarin e gjykatës kushtetuese. Kushdo që konsideron që ka pasur shkelje të gjykatës kushtetuese, mund të drejtohet gjykatës kushtetuese. Ju e dini që deputetët e kanë dhënë betimin. Ata janë deputet të Republikës Kosovës, ndonë se ende nuk ka kuvend të konstituar. Ata mund të drejtohen gjykatës kushtetuese. Unë nuk e ndaloj askë, por nuk e inkurajoj njëkohësisht askë. Na duhet marrëveshja politike, nuk besoj që jemi duke shkelur kushtetutën. Kush dyshon për këtë gjë, mund të eliminoj dyshimet duke adresuar çështjet e gjykata kushtetuese. Edhe njerë po e theksoj, unë nuk besoj se ka arsye të tilla. Dhe në vitin e kaluar, ju e dini shumë mirë sa ka zgjatur konstituimi i kuvendit. Në vitin e kaluar, zgjedhjet janë mbajtur me 9 shkurt, ndërka që kryetari i kuvendit, Dimal Basha, është zgjedhur me 26 gusht. Fiks sot një vit. Pra, prej 9 shkurtit, deri me 26 gusht, janë ma shumë se 6 muaj. Ma shumë se 6 muaj keni pasur atë. Ndërkohë që tash nuk janë ende 3 muaj. Pra në vitin e kaluar, deri te zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nga zgjedhjet parlamentare kanë kaluar më shumë se 6 muaj e tash jemi më pak se 3 muaj. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Ishte ky deklarimi i Kurtit, siç dhe kuptuam, ishte një takim i hapur, i sinqert, serioz, por bisedimet vazhdojnë. Natyrisht pritet dhe deklarimi i Ilomir Abdixhi.